Sot me ftesën e kryetarit të Lëvizjes dhe Vendosje u takuam pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Ka një kohë gjatë që kam shpreh qëndrimin tim, dëshiren dhe opinionin edhe para jush, edhe me takimet individuale me liderët e partive. Një tërez politike, partive politike që janë këtu në parlament, sidomos partive me shumicë shqiptare, është domosdoshme për gjetur zgjidhje e cila do të pronte konstituimin e institucioneve të Kosovës. Pas sa muaj, 3 muaj, erdhëm deri në një takim i tillë dhe sot ky takim më tepër ka shkuar rreth qasjeve dhe këndveshtrimeve të secilit si e shohin aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, ka markuar më shumë. E më pak është folur për atë që besoj unë është tema kryesore. Krizat politike së kuptohet zgjidhen me marrëveshje politike. Edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese ka dhënë këtë udhëzim. Dhe ata që kanë pritur se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese do të zgjidhë krizën politike, nuk e njohin mirë funksionimin e gjykatave, në këtë rast gjykatës kushtetuese dhe vetë sistemin kushtetues. Takimi si takim për mendimin tim është gjë e mirë që ka ndodhur. Pres të ndodhin edhe takime tjera. Natyrisht një takim i parë gjithmonë është më i vështirë, derisa njihen pozicionet e forcave politike. Unë mundoha që të jap kontributin tim për të kthyer në esencën e asaj që na zgjidhen dhe ato që presin qytetarët e Kosovës. I ftova gjithë drejtuesit aty që të fokusohemi në marrëveshje politike, e cila me njerë zgjidh krizën. Aktgjykimi është aty ku është, e interpretojnë profesionistët, po edhe aktgjykimi na ka dhënë këtë udhëzim që duhet të bashkëbisedohet dhe shpresoj që kemi edhe takime tjera, e që në takime tjera tema kryesore do të jetë për gjetur rrugë dhe mënyrë të një marrëveshje politike. Qoftë në tëreza të tilla, qoftë në takime individuale me drejtuesit politik. Besoj edhe kolegët e mi kanë dhënë qëndrimet e tyre asaj që është folur, unë nuk dua më tepër të çojmë në këtë temë, përveç që them që një gjë është e qartë, gjykata për një ka vendosur për çështjen e votimit në shef. Dhe po kjo nuk e zgjidh krizën politike. Edhe me ndryshu votimi nuk e zgjidh krizën politike, sepse partia e parë nuk e ka shumicën parlamentare dhe duhet patjetër që të krijohet një shumicë parlamentare, e cila do të zgjedhë të gjitha organet, edhe legislative dhe ekzekutive. Edhe po them, duke marrë parasysh, edhe aty kam bërë apel që të ketë parasysh gjendja aktuale në cilën është vendi, vendimet që i presin Kosovën, gjendja ekonomike brenda Kosovës, raporti Kosovës në arenën ndërkombëtare, gjitha këto duhet të na shtyjnë drejt kompromiseve që t'i japin vendin institucionet që i presin. Unë besoj që kjo rrugë do të vijë. Unë ende jam optimist dhe kam shpresë që do të gjinet një rrugë drejt ndërtimit të një shumice parlamentare. Paka shumë kjo ka qenë esenca krejt asaj që kam diskutuar. Unë kam hapur edhe 3 opcionet që janë përfolur vazhdimisht këtu, të mundësia partijës parë, nëse si ka votat shkon te partia dytë, nëse si ka votat edhe opozita, ish opozita me vë qeverinë, atë shkohet në variantën e tretë nga pretendohet në propozimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike, siç ka qenë qeveria e unitetit, me një fjalë, ne jemi këtu që të 3 opsionet duhet bisedohet. Dhe nëse opsioni i parë, ashtu siç duhet, nuk funksionon ose nuk mund të jep rezultate, shkohet në opsionin e dytë. Nëse nuk zgjidhet opsioni i dytë, shkohet në opsionin e tretë. Rëndësishme është që vendi të ketë institucione. Paka shumë ky ka qenë qëndrimi im dhe edhe herë publikisht aty e kam shprehur gatishmërinë e nismës socialdemokrate që në 3 opsionet, cilat që vjen me mundësitë dhe kapacitetet që ka nisma socialdemokrate dhe përfaqësimi në parlament, është e gatshme të jap kontributin dhe të jetë zgjidhje vetëm në qëllim për ta zhbllokuar situatë. Dhe të 3 drejtuesve i kam drejtuar në këtë ofertë që ne si nismë jemi gatshëm të ulëm edhe të ofrojmë gatishmërinë tonë për marrëveshje politike se do të zhbllokonte situatën. Shpresoj që do të vinë edhe takime tjera dhe do të kemi
më në fund një marrëveshje politike. Gjithmonë përgjegjësia kryesore është e partia më e madhe, s'ka asnjë dilemë që duhet bëhen hapat. Hapat në fund procesit. Nëse partia e madhe nuk ka kapacitete të marrëveshjeve ose të koalicioneve, atëherë duhet të angazhohen grupe tjera politike. Ka mundësi, kushtetuta jo ligjet tona lejojnë që grupe tjera politike të tentojnë për të zhbllokuar situatën, edhe për të ofruar institucionet. Kështu që në këtë rast, besoj që partia e parë e ka përgjegjësinë kryesore për të bërë hapin që duhet bërë. Shqyqeni, unë jam të përdojnë propozimit ose opcionit që kam paraqitur unë. Besoj sekretarët e partive tjera do t'i shfaqin. Shqyqeni, kur ka fillu kushtimi kuvendit, gjithë që ka shkuar sipas procedurës, sipas randit ditës, që dini është bërë verifikimi i mandateve, partia parë, këtë rast, e ka kryer obligimin e vetë kushtetues, kur ju ka ftuar propozimi për kandidatin për kryetar, aja ka kryer një detyrë kushtetuese. Ne të tjerë deputetët e kemi kryer obligimin tonë kushtetues me pjesëmarrjen në votim. Dikush ka votuar kundër, dikush ka votuar për shembull nisma ka abstenuar, por kemi marrë pjesë në proces. Problemi është komplikuar kur është tentuar të krijohet ai komisioni për votën e mëshet. Dhe prandaj edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese nuk ka pas shumë material me çka më marr. Edhe nuk mundesh një krizë politike me dhënë përmes instrumentit juridik. Për shembull, një nga ato që kam thënë, nëse keni pritur 9 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese për në emrin tonë me marrë vendim politik, ata se marrin. Vendina mirë që gjykata kushtetuese e ka ruajtur strikt mandatin e vet. Dhe nuk ka kthy me na dhënë një porosi politike, sepse nuk është mandati i saj. Leadershipi duhet me marrë përgjegjësi politike. Prandaj janë kryetar partish, prandaj janë lider, dhe duhet ka vendimet tilla nuk janë të lehta. Edhe nuk janë fort popullore, po këtu e bën një farë diferencën e leadershipit. Pikërisht në këto situata duhet të tregohet leadershipi. Edhe të merren vendimet të cilat në shqetësimin e parë nuk janë shumë popullore për votuesin e tyre. Mund të ketë edhe moskuptime, mund të ketë edhe kundërshtime, por në fundit drejtuesi e ka këtë obligim me marrë vendime të vështira, të cilat i shërbejnë vendit. Dhe ftesa ime ka qenë dhe është duhet largohen nga interesat e ngushta partijake dhe të tentojmë të gjithë të gjejmë zgjidhjen e cila e garanton krijimin e institucioneve të Kosovës. Ky ka qenë fokusi i diskutimit tim për hir të krejt tavolinës atje. Unë presë secili, besoj edhe parafolësit e ne, flasin për qëndrimet e tyre dhe nuk dua të komentoj më tepër për qëndrimet tjera të tjerëve, po me shpresën po shpresoj që shumë shpejt do të kemi takime tjera, që do të jetë fokusi kryesor. Zemra e gjykimit të gjykatës kushtetuese për ato që interesojnë juve dhe qytetarëve të Kosovës është kjo. Duhet marrëveshje politike, duhet konsenzus dhe kompromise për të arritur drejt konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Kjo është zemra e gjykimit. Dhe gjykata thotë që kryetari i Kuvendit zgjidhet me gjatën e vota, duhet bëhet shumica. Dhe po ashtu janë dy gjëra të tepër të rëndësishme që përcaktojnë se asnjë rrugë alternativë tjetër nuk ka. Nuk mund shkohet të zgjedhje pa konstituimin e organeve shtetërore. Edhe herë ka konfirmuar gjykata kushtetuese. Ju falenderoj shumë, edhe ju falenderoj shumë për durimin që keni pritur. Shpresoj që në takimet e radhës do të kemi lajme më të mira.